Fillojmë në emrin e Allahut, që është mëshirues dhe I gjithëmëshirshëm. Falënderojmë Allahun Zotin e botëve, qenë salavat dhe kërkojmë falje për dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe më pas e lutim Allahun Azza wa Jalla që të na japë dije të dobishme. Dhe na bëj dobi me atë që mësojmë, ai është I dishëm I ruti. Dhe lutim Allahun Azza wa Jalla që të na shtojë dijen dhe veprat e mira. Dhe ai ka mundësi dhe fuqi për gjithçka. Para se filloja të dëshiroja shumë që të falenderoja organizatorët e këtij takimi. Dhe mbi të gjitha e lusë Allahun Azza wa Jalla që ta bëj këtë takim të sinqert për të fituar kënaqësinë e Tij dhe ta gjejmë këtë takim në peshorën e veprave të mira ditën e gjykimit. Allahumma amin. Po kështu, pa dyshim që qëndrimi im në këtë vend është qëndrim emocionues, pasi e flas përveç përpara vëllezërve të mi të nderuar, që kishin motin të nderuar, të fityrave të dritura nga besimi, nga dashuria që kanë për Allahun, për mëlluar, për të përjetuar muajin e shenjtë Ramazanit, muajin e bekuar, muajin e Zotit. Flas edhe para kolegëve të mi, të cilët kanë shpenzuar mundin e tyre, jetën e tyre, kanë investuar gjithë rinin e tyre për në rrugë të Zotit, cilët ka prezencë të këtu, imami, shef Daudi, ose shef Besniku, Allah I shpëtet të gjithë, dhe I gracof gradat në xhenet. Inshallah, sot mund të mundohem të them disa gjëra, edhe pse jam shumë I vogël për të thënë gjëra të mëdha, cilat hoxhallarët dhe kolegët tanë kanë thënë para nesh, por gjithmonë kujtohet një fjalë që më ka thënë një vllai në xhamat, nga xhamati I kësaj xhamie, para shumë viteve, më ka kërkuar që të mbaj një ligjërat. Më ka thënë, I kam thënë që shefu I madh Ibn Uthejmini, kur e kanë ftuar të universiteti ku kanë mbaruar studimet, I kanë kërkuar dhe I kanë thënë që marrë pjesë e pas herë për të prezantojnë në universitet për të dhënë mësim, për të mësuar dhe për të dhënë atia e tij. Dhe shefu ka thënë një fjalë që nuk mbushet deti me një lumë. Deti është aq I madh, nuk mund mbushet me një lumë, edhe pse ishte dieta shumë e madhe. Dhe unë modesti e thash këtë fjalë para këtij xhamati, ndoshta një vllai I nderuar me shumë mundësi më tha, ke të drejtë, tha, deti nuk mbushet me një lumë, tha, po Niko duaj, tha, mund të shpëtoj një jetë shkretëtir. Pa të na konsiderosh që ne jemi në shkretëtir dhe kemi nevojë për një pikë. Allah është shpërblet që atëherë nuk e ka marruar në këtë vallë të nderuar, që më ka bërë të këshill dhe më ka bërë dobi. Inshallah sot do të përmendim disa gjëra, tek çështje të cilat muslimani duhet I realizojë dhe duhet I përfitojë nga muaji I Ramazanit. Dhe ato janë arritja e mirësive në natën e parë të Ramazanit. E dyta është arritja e shpëtimit nga zjarri. E treta është siguria, rejani dhe xhenetet e larta. E katërta është mësimi I durimit nga shkolla e Ramazanit. E pesta është përgjigjja e lutjeve, përfitimi I përgjigjes së lutjeve. E gjashta është sinqeriteti, e shtatta është arritja e natës së katërt, kapja e natës së katërt, dhe e fundit është pendimi. Për sa I përket çështjes së parë, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, kur të vijë nata e parë e Ramazanit. Kur të vijë nata e parë e Ramazanit. Lidhen djarit dhe xhinët e vet. Mbyllen dyert e zjarrit dhe nuk hapen asnjë prej tyre, ndërsa dyert e xhenetit hapen dhe asnjë prej tyre nuk mbyllet. Një melek thret, o ti që kërkon të mirën afro, dhe ti që kërkon të keqen ndalo. Dhe Allahu ka të liruar nga zjarri dhe këmbë çdo natë. Pa dyshim që ky hadith është
thënë shumë herë dhe për ju është i njohur. Mirë po ajo që mund të përshëndrohem është që Allahu Azza wa Jall për çdo natë do të lirojë njerëz nga zjarri. Për çdo natë Allahu më dhuar nxjerrë emrat e personave që do të lirojnë nga zjarri. Është madhështore që Allahu Azza wa Jall të lirojë nga zjarri që natën e parë. Dhe kjo është ajo që të gjithë do të përshëndrojmë në të ditë. Nata e parë. Pra që natën e parë, kur përëndonë dielli i ditës së fundit të muajit Shaban dhe hyn muaji Ramazanit, që nga ky moment Allahu Azza wa Jall shpërndan misionin e tij, shpërton njerëz nga zjarri. Tani ne shohim që kjo është një misi shumë e madhe, sepse njerëzit akoma nuk kanë filluar të dëgjojnë. Akoma nuk e kanë mbaruar leximin e Kuranit, s'kan filluar. Akoma nuk kanë përkujtuar Allahun shumë. Akoma nuk kanë bërë lutje me përgjëri dhe përkushtim, që Allahu Azza wa Jall të japë të shpjegojnë. Dhe ndoshta akoma nuk kanë falur teravihën e parë dhe namazin e natës. Kur Allahu Azza wa Jall të përmend ty dhe tjetëri si të shpëtuar nga zjarri. Natën e parë agjërimit. Akoma nuk e filluar vërtetat. Akoma nuk e filluar që të bësh atë që ti ke menduar ta bësh në Ramazan. Akoma është nata e parë. Sapo ka filluar agjërimi. Sapo ka hyrë akşami. Ndoshta ti që nga ky moment je për atyre që Allahu Azza wa Jall ta ka shkruar emrin me të shpëtuarit. Akoma e veprat nuk kanë filluar. Mirë, kjo është sjellja e minore. Kjo është sjellja e minore. Sjellja që ka hije Allahu Azza wa Jall, ka hije Zoti i gjithësisë. Allahu ma dhëruar bujarit i ka hije. Çdo gjë çdo cilësi i ka hije Allahu ma dhëruar. Allahu Azza wa Jall u shkruan muslimanëve agjëruesve lirimin nga zjarri dhe në këtë natë, që nga këtë natë fillon dhe bëhet haram për zjarrin trupi i muslimanit, trupi i agjëruesit. Natën e parë, edhe pa filluar vallërimet në muajin e bekuar, muslimanët marrin në dorë dekretin e faljes. Që natën e parë, marrin në dorë të tyre dekretin e faljes dhe shpëtimit nga dënimi. Si mund ndodh kjo? Si mund ndodh kjo gjë? Ende pa filluar, pa bërë diçka, ti merr në dorë dekretin e faljes. Dekret hyjnor. E para, sepse agjëruesit e kanë të qartë qëllimin e tyre. Që para se fillojë agjërimi, e kanë të qartë qëllimin e tyre në Ramazan. Për qëndrimin dhe për kushtimin e adhurimit. Kush është qëllimi i muslimanëve në Ramazan? Agjëruesit. Për kushtim dhe për qëndrim në adhurim. Do t'i përkushtojnë Zotit më. Do adhuroj Zotin sa të mundën, aq sa mundën. Do të bëj më shumë se sa kanë bërë vitet e tjera. E dyta, muslimanët janë para përgatitur. Kanë vepruar dhe janë lutur që Allahu Azza wa Jall t'u lidh zemrat dhe qenjet e tyre. Zemrat dhe qenjet e tyre t'u lidh me adhurimin e Ramazanit. Janë para përgatitur, janë falur, janë lutur, o Zot, më mësua të adhurimin e Ramazanit, o Zot, më mësua të mirë në Ramazan. Pra janë para përgatitur. E pa dyshim, për këto dy gjëra, Allahu Azza wa Jall i shkruan emrat e tyre për të liruar. Dhe kështu, natën e parë të agjërimit, muslimanët e presin me zemra që digjen për bindje dhe afrim tek Allahu. Janë ndjekur zemrat. Ka kaluar një vit, ndoshta dikush ka qenë për të parë, me si e pret. I digjet zemra që të bindet dhe të afrohet tek Allahu i mëdhur. Me zemra që digjet dhe përvelohet të penduar për kohën që kanë kaluar larg Zotit. Pse nuk e kanë bërë këtë? Pse nuk e kanë bërë atë? Pra fillon zemra të dhe digjet për mallohet për të qëndruar pranë Zotit. Ka forca më shumë tek Zoti. Me zemra të përballuara për Allahun, për mëshirën e Tij,
për xhenetin dhe kënaqësinë e tij. Një rregull thotë që gjithë e dinë, duhet të pastrohesh para se të zbukurohesh. Para se të zbukurohesh dhe të vendosësh parfume, të vishesh mirë, edhe të rregullohesh ti e shkosh, duhet të pastrohesh një. Çfarë do thotë kjo? Duhet të pastrohesh nga veprat e mira e këqija. Duhet të pastrohesh nga veprat e këqija para Ramazanit, që ti të zbukurohesh pastaj në Ramazan me vepra të mira. Po duhet të pastrohesh një. Tauhidi, njësimi i Zotit nuk hyn në një zemër që është letisë, një zemër që është e përzierë me besimin e kota. Prishet, e prish besimin. Duhet të pastrohesh. Po mos pastrohe, vendos markesa të tua sipër. Duhet të pastrohesh. Të kullohesh një me gjunahet, me gabimet, dhe pastaj zbukurohesh me vepra të mira. Duhet të pastrohesh shpirtin, zemrën dhe trupin me gjunahet, kasmira, xhelozia, mendimi i keq, të tjerët, dhe qëndrimi larg Zotit dhe rrugës së Tij. Këto gjëra do t'i bësh para Ramazanit. Pas kësaj, vjen zbukurimi i trupit dhe shpirtit me besim dhe vepra të mira. Prandaj, muaji Shaban, pra muaj që ti po përjetojmë në shkara Ramazanit, është i njohur nga para të ndërmjet muaj i lehtësimit dhe parapërgatitjes. Dhe disa rregulloja Allahu sallallahu alaihi wasallam e agjeron të përshuar se gjithë muaj Shaban, ai sa mendon se nuk do ta bësh agjerimin në Shaban. Lezër të rregulluar dhe bomba, vepra e mirë sa do e vogël që t'jetë, nuk duhet të kryesohet asnjëherë. Asnjëherë nuk duhet të nënvlerësohet vepra e mirë sa do e vogël që t'jetë. Ndodh që disa agjerues hyjnë në ditën e parë të agjerimit, me vrut, me fushi. Kanë energji, kalojnë disa ditë, fillon të ju bie energji. Fillon dhe ju bie, por nuk kanë ato dëshirë. Në fali fillon dhe ndoshta i neglizhojnë dhe pak falin teravive dhe disa gjëra të tjera. Dhe pastaj i kthehet përsëri fuqia në ditën e fundit. Pra, kur vjen ditë e fundit e Ramazanit. Duhet të dimë të nderuar se Allah i mëdhëruar mund të të falë ty në një ditë që të cilën ti e nësi. Mund të falë në një ditë në të cilën ti nuk i ke dhënë nësi. I kaluar të ditë nga Ramazanit, ai se do ta bëj siç duhet ditën e fundit të agjerimit. Mirë pas një herë ti nuk e di se një ditë nga ato që ti në besove Allah azhajal ka përgatitur për faljen. Dhe ndoshta një vepër e vogël mund bëhet shkak që ti të falesh, pra të kujtosh faljen nga Zoti i gjithësisë. Ndoshta të rekate namaz, nafile, cilat dhe ti nuk je nëse mund të jesh shpëtim shpëtuese për ty. Dërgoi Allah sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një vapi. Kaloi pranë një vapi i cili ishte i ri. Pra ishte varrosur rishët të tjerët. Tani më të pranë. Pyeti për ta, për pastaj falë. 2 rekate të lehta. 2 rekate. Të sunet të lehta. Nafile, nga ato të cilat t'ju i nënvezloni, vullnetare. Sikur t'i shtonte në veprat e tij, do t'ishin më të dashura për ta se sa ajo që ka ngjitur në dynjaja e tij. Për gjithë botën e falë, nuk do t'ishin vlerë, nuk do t'ishin të dashura për ta se sa 2 rekate të shtoheshin në veprat e tij. Prandaj Allahu më mëdhëruar thotë, nxitoni drejt faljes së gjunave me Zotin juaj dhe xhenetit, hapësira e cilit është aqia dhe toka që është përgatitur për të vosmin, të cilët japin me moshë dhe kur janë në mirëqenie dhe kur janë në vështirësi, e poshtin zemërimi dhe vafalin fare të mjesve. Allahu i do pamjesit. Dhe vazhdojmë në jetën e Kur'anit. Disa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë në hadithin që përmendëm më sipër, o ti që kërkon mirë, afrohu. O ti që kërkon të mirë, dhe do të bësh mirë, afrohu. O ti që kërkon të keqen ndalo. Këtë thirrje, askush nga ajo se duhet gjë. Vetëm askush. Këtë thirrje, askush nga ne nuk vetëm. S'ka dëgjuar Zot atë gjë. Mirpo, të gjithë jemi të bindur që këtë thirrje ndodh. Sepse për këtë na ka njoftuar i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk fliste nga vetja e tij, por ishte shpallje
ki shpallë. Përndaj muslimani duhet ta kujtojë të thirrjes çdo natë. Çdo natë do t'i vi në vendi të thirrjes. Kjo thirrje është e shenjtë dhe e bekuar për çdo një. Thirrja ti që do të bësh mirë, afro mirë, është muaj tani që ti mund të bësh të mira dhe o ti që bën keq, dalo, qëndro. Ti që do të bësh keq, dalo. Është muaj në cilin ti ke mundësi dhe fuqi për të bërë vepra të mira. Kështu që duhet ta shfrytëzojmë këtë sezon mirësie dhe të angazhohemi për adhurim dhe të garojmë në vepra të mira. Allahu i madhëruar shtrin mëshirën e tij në ditët e netëve të Ramazanit, prandaj gjithkush nga ne duhet të ekspozohet para kësaj mëshire. Ose kurse eksplozohet para mëshirës së Zotit. Nëse dikush është larg të mirës dhe tyret e keqja, atëherë të kujdes dhe të ndahet. Dhe të tregojë veten, ta kritikojë dhe ta çortojë veten duke thënë që ndalo. Nëse nuk ndalon nga e keqja tani në këtë muaj që ke mundësinë, kur e ke thënë të ndalosh? A duhet ta çortojë veten rregullisht. Ky aty të pavarësisht të tregon që njerëzit janë dy lloje, ata që shpirti i tyre është drejt nga e mira dhe kërkojnë të ndjekin, dhe ata që shpirti i tij është drejt nga e keqja dhe kërkon të keqen dhe e ndjek. Për të parë, vjen thirrja që përmendëm në hadith dhe për të dytën për kështu vjen thirrja që përmendëm në hadith. Dy shkaqe e mundsojnë ëmbëlsinë e adhurimit. Adhurimi ka ëmbëlsi. Adhurimi në Islam ka ëmbëlsi, e shijon provi. Njeriu musliman e shijon adhurimin. Nuk është vetëm një vepër që ti ulesh në ngrihesh dhe bën ose diçka që e bën monotone, jep sadaka ose fal 2 rekat ose agjeron për diçka monotone. Por adhurimi në Islam ka ëmbëlsi, ka shije. Dhe dy shkaqe që ta mundsojnë të gjë e para është pastrimi i zemrës nga urrejtja, mbledhja, mëria, zilia, ndaj kypër për muslimanët. Dhe të gjitha këto të jenë sinqerta për Allahun e madhëruar. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë 3 gjëra nëse dikush i ka ato, do të shijojë mësimin e imanit, të jetë Allahu dhe dërguari i tij më i dashur se çdo gjë tjetër, ta dojë të ketë për Allahu dhe të urrejë të shtrejë në mosbestim ashtu siç urrohen kurrejt të hidhen në zjarr. Pra, këto realizohen kur njeriu do dhe urren për hir të Allahut dhe misohet për hir të Zotit. Në këtë rast, atëherë ai e ka shijuar me mësimin e besimit. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë një ditë dhe të gjithë e dini të hadith, sa të përfituar, tani nga kjo ditë do të hyjë dikush që është në banorët e zjarrit. Nga banorët e xhenemit. Pra do të hyjë nga kjo ditë dikush tani që është në banorët e xhenemit. Nga kjo ditë tani do të hyjë dikush që është në banorët e xhenemit. Të gjithë po prisni kur do të bërë një policisht, shatrat e tij, me asnadaret e tij, hyri i kapi një qoshe të xhamia, pas këshillit fali të rekat namaz, erë të rrugë, muslimanët e tjerë, dëgjoi ka të profetit. Të nesër të njëjtën gjë. Ditën e tretë njëjtën gjë. Te Abdullahi mund të shata sa në byrova ata po shkova dhe i bola këtij personi i sajoi diçka, që Papa i më shpati ashpër në ndodhi diçka, që të dini hadithin, dhe shkoj që ndrojt e ky kutre ne duke e vëzhguar atë se çfarë punë e bën që Allahu e pari dhe kulli xhenet. Me të shkrim profetit. Ai ishte në tokë akoma ishte në xhenetike. Dhe çfarë i thot ai ky person, hadithi është i gjatë, gjithë dini, nuk është nevojë që ta zgjerojmë. Thot unë çdo natë nuk mbaj në zemrën time asnjë mëri për asnjë musliman. Pra, pastroj zemrën time nga mëria. Gjithmonë që flet, dhe Allahu zgjidh. Kur ka në hap, ka kohë, ka provuar, kush ka bërë diçka të keq, unë e bëj Allahu pra fal. Dhe ajo, Allahu më mëri thot, kjo është ajo që ne nuk e kishim për çfarë mëdonte. E dyta është kujdesi për adhurimet e shejtanit. Adhurimet e shejtanit janë adhurimet e zemrës.
frika, shpresa, njeti, sinceriteti, shikimi në haram, ju të kundër shejta. Pa gjithë kush mund shikoj diçka që nuk i lejohet, ose nxjerrja e zakatit, ose nxjerrja e sadakas. Dhe ndoshta mbi të gjitha është falja dhe qëndrimi para Zotit në natën, pra në pjesën e tretë të natës. Qëndrimi para Zotit. Askush nuk të shef, askush të detyron, është çështje që është mes teje dhe mes Zotit. Padyshim që kënaqësia në adhurim është shpërblim nga Allah, është shpërblim nga Zoti i gjithësisë për robën e Tij. Sigurisht pa vepruar. Asnjëherë njeriu nuk duhet ta veprojë në adhurim. Në Islam nuk lejohet murxhiria, dashur, nuk lejohet Islam. Njeriu duhet të kujdeset për fenë, ashtu siç duhet të kujdeset, siç duhet të kujdeset edhe për këtë botë. Muslimani ka detyrë të aftësohet nga ana fetare, por të aftësohet edhe nga ana e dunjas së kësaj bote. Të shkollohet, të marrë profesion, të marrë zanat, të aftësohet për jetën e tij, mos bëhet bare shoqërisë, bare familjes, bare prindërve, e bashkëshortës. Të duhet të aftësohet. Transmetohet se Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn As shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam, ishte djalë i ri, ishte fuqi, ishte energji, i thotë tuaj Allah, dua ta xhiroj për gjithë kohën, ndaj profetit. Nuk mund ta xhirosh çdo ditë, është ndaluar. Tham, a xhirova ditën e hëndet e njëjtë, ka mundësi shumë sa aq. A xhiroj për veç Ramazanit. A xhiroj 3 ditë të bardha të çdo muaji, 3 ditë të çdo muaji, kam shumë ka mundësi shumë sa aq. Atëherë ta xhiroj një ditë të një ditë të kështë xhirimi më i mirë, xhirimi i Davudit alayhis salam. Veprat të cilat nuk duhet të lihen asnjëherë në Ramazan janë të paktën janë 6. E para është kryeja e namazit të natës. Ajo është drita dhe kënaqësia e muslimanit, e besimtarit. Namazi i natës. Aty bëhet adhurimi, aty shprehen dëshirat, plotësohen lutjet. E dyta është leximi dhe studimi i Kuranit. Padyshim që muslimani të paktën një herë në këtë muaj do ta mbarojë ta lejë hapën Kur'an, ta mbarojë Kur'anin. Kjo është me pakta. Më e pakta që mund të bëjë ai që është më i lodhur i muslimanëve, pra i fundit. Ai që s'ka takat. Ai që është para një në muaj, pra një në Ramazan. Këtë një herë në muajin e Ramazanit. Dhe ajo që mund të bëhet më shumë është një herë në 3 ditë kush ka mundësi. Tjetra është dhënia e iftarit për agjëruesit. Padyshim që ushqimi i agjëruesit në këtë muaj është shpërblim tek Zoti, me shpërblimin sikur edhe ti, sikur ka marrë ai i cili ti, si ai i cili ti jep iftar. Dhe ai që ka thënë dietar, është që iftar në hadithin e Profetit sallallahu alajhi wasallam nuk ka kuptimin vetëm të japësh diçka por ai të jep ose të japësh darkë, por nga akşami deri në sytyr, pra nga çelja, nga iftari deri në sytyr, kudo që jep diçka për të pirë ose për ngrënë e agjëruesit, aty që ka qenë agjërueshëm, me shpërblimin sikur ka agjëruar edhe ai. Ka me shpërblimin e agjëruesit. Tjetra është nxjerrja e zakatit. Sahabët kishin kujdes para bëni kujdes që në muajin e Ramazanit ta nxjerrin zakatin. Pasi shpresonin shpërblim më të madh tek Zoti për këtë muaj, në muajin e Ramazanit. Tjetra është dhënia e sadakas. Kujdesu që në këtë muaj të shtosh shumë dhënia e sadakas, edhe nëse është pak, por shtoje, mos ishte bëje ditore, diçka të vogël, diçka thjesht ta japësh pra në mosh, japësh të varfrit për i Zotit. Padyshim shkuarja dhe qëndrimi i gjatë në xhami është një nga sjelljet që muslimani nuk duhet ta lërë këtë muaj dhe bërja shumë e lutjeve. A lutu sa të mundesh, ose ndalo lutjen në këtë muaj, veçanërisht në kohë kur ka një kohë profeti sallallahu alajhi wasallam që pranohet lutja. Çështja tjetër është ndikimi nga zjarri. Pra ajo që ne synojmë nga muaji i Ramazanit është të shkojmë dhe të shkëtojmë nga zjarri i xhenemit. Pra dhe nga dënimi. Në të vërtetë, thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, në të vërtetë Allahu më shtoi iftar të liruar, të shpëtuar dhe kënd të sonat. Pra tonë Allahu më dërguar liron njerëz nga zjarri, pra i çliron ata.
Çdo kush nga ne, gjithë kush nga ne, është i prangosur dhe penj i gjunave të tij. Zinxhirat e gjunave i kemi në qartë gjithë. Gjithë kush nga ne është i prangosur, është penj i gjunave që ta. Në këtë muaj, për vjetë muaj Ramazanit, gjithë kush nga ne merr në dorë çestin e prangave. Çestin e shpëtimit dhe merr të muaj, në muajin e Ramazanit. Allahu Azza wa Jalla mëson gjithkujt çestin e të muajit. Dhe kur ti kërkon Allahu Azza wa Jalla që të shpëtojë ty nga zjarri, të thotë që Allahu i mësuar ta mëson ty dhe të jep mundësinë e largimit të prangave dhe zinxhirave, të cilat të mbajnë të penjë dhe të rëndojnë dhe të vështirësojnë edhe jetën, edhe sjelljen tënde fetare. Thotë i treguar Allahu i mësuar në Kur'an, çdo shpirtë të shijojë vdekjen, shpërblimet do të përsohen vetëm ditën e Kiametit, kushdo që shpëton nga zjarri, nga xhenemi dhe futet në xhenet ai ka fituar. Dërsa jeta e kësaj bote është vetëm një misi shkuese. Kështu prej misive që i treguar Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka mëtuar është kur është ngjitur një ditë në minber dhe kanë dëgjuar sahabët që ka thënë dhe amin, u pyet kur zbriti thotë me Xhibrili alayhis salam dhe tha i rënd unda për tokë dhe u poshtëroft ai që arriti Ramazanin nuk janë falur gjunahet. Kjo tregon që Ramazani ka mundësi pafund dhe mëshira e Allahut është e madhe për gjithë kush mund të arrite. Dhe ai që është i lodhur i parë mund të arrijë këtë çështje në Ramazan. Disa profetë ose Xhibrili alayhis salam thotë i rënd unda për tokë dhe poshtëroft. Rënd për tokë ai personi i cili të arrijë Ramazanin mos falë gjunahet, mos bësh një vepër të mirë, thuaj amin do thash amin do profetë. Vazhdon atë. Një prej mirësive që Allahu Azza wa Jalla ka mësuar është gjithkush nga ne është arritja e këtij muaji, në muajin të Ramazanit. Kush arrit të muaj ka fituar mirësi të madhe, dhe Allahu e ka mëshiruar. Allahu i ka dhënë mirësi që nuk e ka dhënë askujt. Pra arritja e këtij muaji. Ka qenë 2 mjekë ligjor që punonin në një prej shteteve islame, që ditën e fundit të Shabanit, kur mbaroi dita që ishte dita e fundit të muajit Shaban, pra një ditë para Ramazanit, rada dakord, lanë punën pas namazit të ikindit dhe lanë dakord të shkojmë filan xhamit parin të avicë, kazaj në bukur, mashallah, e hoxha më pëlqen shumë, kazaj në bukur të shkojmë atje parin, rada dakord tash. Shkuam në shtëpi, lanë pastrojnë bëjmë vratit, të filluar në e bekuar. I pari të me telefon, shokun e vetë. Dhe del nëna ati, del nëna e vetë. Dhe thotë që shpinamit, se lam që të shkojmë shokë i vetë, të shkojmë për të rojizët. Ta i në rojit, sa do në rojit, ta një të s'ka një orë, s'ka një rojit. Pra nuk e arriti tot këtë muaj të bekuar. Pra ne kush ka arrim muaj në Ramazanit ka arrit në rrisit të madhë. Arrit në rrisit të madhë. Të futesh në shpinë të ndë e agjerimit. Të futesh në vendin të uje tonë. Në qytetin të ndë, në shtetin të ndë, të futesh në mirësi, të krypë në mirësi, ka shme në është vërtet mëshirë nga Allah. Të vërtet, kjo është pak e frikshme, por gjithë shpresojmë nga Allah Azza wa Jall që na i mësojë arritjen e Ramazanit. Sepse gjërat janë jetësore, ne nuk jemi nga ata që të përmendet deka tre mere nga rohemi. Sepse ditët janë Zotit dhe gjithë kush e ka shkruar, ai sa do jetojë, nuk ka as nga goja e njëri, as nga përmendja, as nga titulli. Pra kush arrin muajin e Ramazanit, ati janë hapur dyert e xhenetit dhe mesis. Prandaj dëgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë në hadith transmetuar Buhariu radhiyallahu anhu, ju ka ardhur muaji i Ramazanit, muaji i bekuar, për të gjithë Allahu ka bërë obligim agjërimin e tij. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, duhet dyert e xhenemit, lidha shejtani agresiv. Në të gjendet një natë që është më e mirë se sa një muaj, kush privohet në mirësinë e saj, ai është i krijuar. Një çështje tjetër që ne kërkojmë në Ramazan është siguria. Pra të ndjejmë siguri për atë që do të ndodhë. Rejani është dera e xhenetit, pra fitojmë derën në xhenet nga cila hyn agjëruesi. Agjërimi në Kur'an do të jetë përmirësues për robën e gjykimit. Agjërimi nga një anë, Kur'ani nga ana tjetër do të mësojë për Zotin, për robën që Allahu Azza wa Jall
dhe të hyjnë xhenet. Dhe kjo është siguri për robën. Kjo fjalë e Profetit sallallahu alajhi wasallam është siguri për ata i cili është robë. Po kështu, dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam do xhenet ka pallate që pjesa jashtme e tyre shihet nga brendësia dhe brendësia shihet nga jashtë. Allahu ka përgatitur ato për ata që japin ushqim, pra ushqim të tjerë, lasin but, ai që flet but, nuk është i ashpër, të forër, nuk është kunjaçi, nuk është stresues të forër. Është i mirë, i butë me njerëzit, agjeron vazhdimisht dhe falet natën kur njerëzit kanë gjuhë. E pa të shimë që ka të qështje, ushqimin në Ramazan. Ibn Hibani të regonë një hadith, Allah më shiroftë, edhe Imam Ahmedi poshtë në nësët në ti, Ratata ibn Ubejdullah, radhi Allah më Allah që të fimesh me ta, se ka thënë, dy bura, cilë të që kanë qenë jahudi, erën të gjithëruar Allah sallallahu alaihi wasallam dhe të dy pranon islamin një të kohë, e shqiptuan shahadetin, hyn në islam dhe u bënë musliman. Njëri për të ishte të përkushtuar se tjetri. Me agjërim, me namaz natën, me lexim Kurani, me lëmosh. Madje doli dhe mori pjesë edhe në një luftë me Profetin sallallahu alaihi wasallam dhe atë shahid. Po dyshim që grada e shahidit është shumë e madhe për Zotin. Pastaj pas një viti ndron jetë edhe shoku i vetë. Dhe Talha thot, pash në ëndër sigurisht atë dera e xhenetit. Po qëndroni atë dera e xhenetit. Dori një engjëll dhe thirrri emrin e tij që të ishte bravo. Jo ai që bravo është shehit, por ti që të ish bravo, qëndroi jetë më vonë, një vit më vonë. Thirrri emrin e tij dhe tha ty në xhenet Tiranë. Dhe ai në xhenet para ti të dëruar jetë si dëshmon, pas i shëjtë. Pastaj dori thot të thirrri edhe emrin e dëshmorit thot, edhe ati u dha lej për të hyrë në xhenet, dhe pastaj i drejtoi dhe tha, ku ajo të nuk ka ardhur akoma. Kur zgjon ai nuk thot ishte shumë i tuar nga ai shpash. Atëherë i tregova disa shokëve, disa sahabëve, i tregova këtë që pashtë, dhe u prap fjala dhe lajmi disa shkoi tek Profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe ai e komentoi atë që më thash dhe tha, a çuditeni nga kjo? Tham po, për Allah, për Zotin po, çuditeni. Tha si mund të hyj në xhenet ai që ndron jetë më vonë se sa shahidi, para shahidit, pra para atij që ka sakrifikuar, ka mbrojtur vendin e tij, ka mbrojtur vendin e tij, ka mbrojtur vendin e tij, pasurinë e tij, familjen e tij, si mund të hyj? Profeti sallallahu alaihi wasallam përmend disa veçori dhe tha, a nuk jetoj ai një vit më thit? Ai një vit është shumë për të bërë vepra të mira. I tha po i duar, tha, a nuk arriti një Ramazan të agjëroj? Nuk arriti një Ramazan më shumë se sa të agjëroj? Tha po. A nuk arriti kaq falje dhe kaq sejdë për një vit? Tha po i duar, tha kështu, Allahu subhanahu ati ja zgjati jetën një vit dhe kjo ishte mundësi për ta. Ai që ka që jepet mundësia të arrijë Ramazanin dhe ja dhan mundësi art të shpëtuar. Dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam kur u pyet për një hadith tjetër kur u pyet se cilët janë njerëzit më të mirë, kush është njeriu më i mirë, i tha Profeti ai që jeton gjatë dhe ka vepra të mira. Pa jeta e gjatë dhe vepra të mira, kush e ka këta ai është njeriu më i mirë. Kush është njeriu më i keq, është ai që jeton gjatë dhe vepra të mira. Nuk ka vepra të mira. Atëherë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në fund thot surprizën e madhe. Fundit të hadithit. Çfarë thot? Thot atëherë dallimi mes tyre do të ishte dallimi mes qiellit dhe tokës. Pra për një vit që ai agjëroi Ramazanin, u fal, bëri vepra të mira, kishte dallim me atë që dha jetën e tij si qielli me tokën. Për shkak të veprave të mira që ai bëri. Çështja tjetër që do të kujtojmë për Ramazanin, në agjerim në Ramazan, muslimani mëson diçka të veçantë.
që është durimi dhe të lejuarës. Pra njeriu duron ndaj të ndajuarës, ndaj të lejuarës. Këtë e mëson në Ramazan. Ti si musliman, je i sinqert, ke bindjen e Zotit, e beson Allahun, i bindesh atij, bën gjithçka për të, të durosh ndaj të lejuarave. Për një qëllim, që Allahu ka udhëzim ndaj të gjërave. Çdo vepër e dili ta dhënë shërbëtorët. Një e mirë, 10 kish dhe 700 kish, së dhe më shumë. Allahu i mëndëruar thot për vdekja e xhenemit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për te. Ai e le të shira pushimin e tij për mua thot Allahu i mëndëruar. Pra xherusin nga gëzime për jetë iftar, kur ai çela xherimin e iftar, dhe është i gëzuar çuar zënd. Urën e Allahut dhe dyta është kur ta takoj gëzimin, kur ta takoj Allahun e mëndëruar. Atëherë, pse themi që agjerimi është shkollë që mëson durimin dhe lytjen e gratë? Sepse muslimani agjeron për halalet, agjeron ndaj të lejuarës gjatë ditës Ramazanit, nga agimi deri në iftar. Përse është një agjerim tjetër që muslimani të ta mësoj, që është për gjithë jetën e tij, që është agjerimi dhe haramit dhe ndaluara. Agjerimi ndaj haramit është i përreshëm në botë dhe çelja e tij është i dëgjimit. Kur takosh Zotin, takosh Allahun azza wa jall, aty i jep fund këtij lloji agjerimi. Pra, që ndalohesh nga vëlla e haramit, nga ndaluarat, gjithë dini cilat janë ndaluarat. Të vërtet Allah e mëndëruar ka urtësim në bërjen e gjërave dhe mëndërimin dhe ligjësimin e gjërave. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, kush nuk le gënjeshtën dhe punën me të, Allahu nuk ka nevojë që ai të ushimin dhe dijen e tij. Pra agjerimi ka rregulla. Nuk mund ti ta agjerosh si të gjithë. Agjero për pa bukë dhe shko pastaj ti jashtë po vendosh shari, përgojohu. Pra agjerimi duhet të edukojë. Duhet të edukojë për para se ti të bësh agjerimin, duhet të edukohesh njësh. Atëherë, Allah i mëndëruar i ka ligjësuar urdhrat jo për të dëshkuar njëzën. Si që mendoj disa që e rini pa bukë. Që e mendoj disa? Nuk kuptojnë të që ne ndihim. Rini pa bukë. Rini pa ujë. Që me do në agjerime? Ata rini pa bukë dhe pa ujë. Pas çfarë bën një djalë të ri që ta agjerojë? Se çfarë bën dikë tjetër që ta agjerojë? Kur është kjo lloj logjike dhe kjo lloj mentaliteti. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, kur më jep për jush në ditë agjerimi, mos plas fjalë të ndyra dhe mos përtas. Nuk do të zëri në agjerim. Nëse dikush e shkon, se dëshiron ta sqarojë, ai le të thotë në majhush. Shkëtu në mokë për më të lartë. Ai ka urdhëruar ta agjerojë ose mos të përgjigjë, ose s'mund. Nëse ajo ka mund të të përgjigjë, jo. Por, më respektoj urdhat e tij. Ke punë në të respektoj në më. Dërsa Ebu Umame Bahili thot, shkoat e këtë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i thash shkoj të dërguari Allahut, më urdhëro të bëj një vepër. Më urdhëro që të bëj një vepër të mirë, pra më mëso diçka që të bëj një vepër të mirë. Dhe i tha, agjero. Pra mëso një vepër të mirë, dhe të bërë, mëso një vepër të mirë, qarë të bëj? Që ta gjithë të punë, agjero. Sepse ajo nuk barazohet me asgjë. Pra nuk kam në një vepër që e barazohet në agjerimin. Agjero. Ebu Umame të regon thot, mora pjesë në luftë në dërguarin e Allahut. Dhe i thash, o i dërguari Allah, duhet në Allah që të djesh e ibi. A i tha, o Zotim, ruaj dhe shpëtoj dhe furnizoja.
ruaj, shpëtoj dhe furnizoj, për nuk për luqët. Nuk është shkuaj të shkosh të mbrosh vendin, mësë të fejnë, mësë familje, mësë të ndeli, të shkosh të këftosh me të parin tënë dhe të shkosh të vritesh. Nuk është këtë. Nuk është kjo marja e gradës të shahidit e Zotit. Çfarë i thot profeti sallallahu alajhi wasallam? O Zot ruaj. Po shkoj në lutë, o Zot, ojtë pra, lutë që unë të bje shahid. Zot jo, o Zot, ruaj, shpëtoj dhe furnizoja. Pastaj do të kthejmë nga lufta, fitimtar, dhe fituam. Çdo që mirë. Pastaj pranisht luftën e dytë, pastaj luftën e tretë, të njëjtën gjë. Dhe pastaj do të luftën e katërt shkolla dhe i thash, oj dërgoj Allah. Sa herë që vitet them që lutem Allah bie shahid, ti lutesh që o Zot ruaj, shpëtoj, furnizoj, kthej ata çdo që mirë familjet e tyre. Luti Zotit që u bie shahid dhe dërgoj Allah. Sa herë profeti. Nuk lejohet që njeriu të kërkojë tekën e Islam. Heshti profeti. Pastaj thashë të bëjë Allah. Murdhëron me një vepër me një punë shtatë. Tha, jam në gjerosa se nuk ka asnjë. Mbas kësaj, familja e Umamës ishte gjithmonë agjerueshme, familja e gjithë. Nëse shihej tym në ditë gjatë ditës, nëse shikojë tym që ditë nga shtëpia e Umamës, dihet që ishin shkuar musafirë, shkuar njerëz. Se vetë ata agjeronin gjithë si familje. Pastaj shkova tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Umama. Dhe i thashë të bëjë Allah. Ti murdhërove për agjerim, dhe unë jam duke bërë këtë gjë. Murdhërove diçka tjetër. Pra më thoni një vepër tjetër shtatë, se ka bërë. Dhe vazhdoj ta bëj. Dhe sa të thësi inshallah me emrin e Zotit, kam ta bërë. Po më thuaj diçka tjetër. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, falu shumë. Falu shumë sepse çdo sejdë që bën të vetë tek Allahu një gradë të shihin gjuna. Çdo sejdë që bën. Falu Zotit. Rrugë Zotit. Çështja tjetër e sinqeriteti, do të kërkojmë vetëm dy ajete se nuk do të zgjat. Këto do vojmë mëruar në Kur'an, nëse Allahu gjen mirësinë e zemrave tuaja, do t'ju jap diçka që është edhe më e mirë nga ajo që është marrë. Dhe do t'ju fal, sa Allahu shpalës dhe shkëlqot, dhe ai tjetër është vërtet për ata që i friksohen Zotit të tyre, pa e para atë do të ketë falje dhe shpëtim të madh. Dhe kështu është agjerimi. Kisha Allah në frikë në qëtësim të në paskur në të qikohen, askush nuk e di agjeron, ose agjeron, qaj e të gëbër, është qështje me stede me Zotë. Qështje tjetër është haditja në Nasradi, profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë një kapë ditë e para Ramazanit, dhe ditë në ditë ka mbledhur rrobat e tij, kashkat, ato bagazhet e veta dhe bashkë me sahabët ka dalë nga xhamia. Tek dera e xhamisë ka qendritje në xhami, ka thënë për Allah. Atë që ti kërkon e ke përpara, mos ditë se është përpara. Është kthyer për mesot. Ka dalë dhe ditë tjera i ka në xhami, ka qenë në xhami, ka adhuruar Zotin, pa të fare. Bashkë me sahabët. Kur ka mbaruar ditë që Ramazanit ka dalë, tek dera ka dalë xhamili, ka thënë oj për Allah. Qëndroi ka thënë. Sepse ajo që ti kërkon e ke përpara. Dhe shkëtër për mesot, bashkë me sahabët. Dhe kur ka bërë i ka në ditë që në fundit të Ramazanit, Allah e mëndërore ka mësuar gjetjen e stajnave për natës të kallit. Ka qenë një tabiin që ka jetuar në Jemen e ka pa emrin e Sanabihi. Ky ka jetuar në Jemen, mirë po ka një histori shumë të dhimbshme. Ka dalë nga Jemeni si emigrant për të emigruar për rrugë Zotit, për shkuar tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Shkuar tek profeti ka patur shpërblim në shtok tek Allah. Kur ka shkuar të tëra të hyrja e Medinës, sa ka hyrë në Medinë, ka shkuar njëri ka thënë për Allah sa të kontrollit. Ka pasur kërkuar gjithçka ka lënë pasurinë, familjen, gjithçka që ishte ka lënë për shkuar të takuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Në shkuar te profeti nuk ishte diçka e lehtë. Ishte një shpërblim në shtok të Zotit. Kur ka shkuar te tëra ka thënë kontrolli i profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e arriti dot profeti. Pasi ka lëdhi dhimbjen. Dhimbje shme, djetarë ka nësë kur të liste në atë moment së të nabi ka qenë i falur për atë që do t'i ndodhte, sepse ishte një tragedi e vërtetë. Pra, të shkosh për të takuar më të dashurën tënde dhe atje ta gjesh që ka ndruar jetë, nuk e arriti dot. Pasi i kaloi dhimbja, çfarë tani pyet? Tha, a ka zbritur ndonjë gjë për natë të natë? Më thënë që
me që liku profetit sallallahu mos ka ikur në natën me ta. Pra i friksuar të qertin, pra ju që ndjenin dhe kërkoni dhe gjenin në natën e katërt. Pastaj të treguani ta që jo, nuk ka ndodhur diçka e tillë. Nderuar vëllezër, është diçka që ne kemi hundur dhe kemi harruar, që është traditë e para. Zbukurimi dhe veshja e jeshimi në ditë të veçanta si nata e katërt. Pra kur mendohet që mund të jetë nata e katërt. Sahabët jeshoheshin, rregulloheshin, zbukuroheshin, njëtin parfume të shtrenjta. Në natën e katërt dhe në ditë festash. Të gjithë e dini historinë atij personi i cili shkoi në xhami, nuk kishte ku ta kapte qendi. Fare në skamam, nuk kishte i veshur si os nuk keq, si që parë në një profesor sallallahu alaihi wasallam, që ishte o pilan. Po thonë, mos ke nevojë ta, mos thuaj ta, ndihmoj ta në një veshje, në një gjendje, në një ushqim, çka kena. Jo, tuaj Allah. Unë kam thot kaq pasurit, kaq kofshte me palma, kam kaq të dhe, kam kaq shumë. Pasurit madhe, kështjela, qas kishte dhe vila. Pse e shumë shumë të profesor? Thot po, dua të tregoj modest para Zotit. Po dua të tregoj modestit me para Allah. Tregoj Allah subhanahu me që ti ka thënë vishumir. Vishumir zbukurohu jeshohu, sepse Allahu krenove para banorëve të qiellit. Kur robi ti demonstron mirësi që i ka dhënë. Kur robi ti i demonstron të mirësi që i ka dhënë. Pra vishu mirë. Dhe nuk është mos pak gabim që njeriu të blejë një veshje të re, ta veshë për një ditë që në fundit Ramazanit. Ti je shohë, zbukurohet, blejë marrë të ri, të mirë, të shtrenjtë. O vlezër. Ajo nata që ti me ndorë të kreti me Zotit që i shkutuar në zjarë, është festë, është festë. Shpyet për ditë në fundit, pas vetë Ramazanit. Për Allah, o zë gjerë thotë, ku thotë Provis Vasfarem që Allah e madhruar i falë të gjithë në e fundit Ramazanit, për të me të luar Allah, aje është tajur në në kadit, për të një jo. Por fundori e me shpërtimi ku varë të mundë, është tjetre. Të gjithë dhe të dimë se Temim el-Dari, inshallah nuk më varuam edhe pak kemi, Temim el-Dari kishte një veshje që kishte derë 1000 dinar florimi. 1000 dinar ari, 1000 dinar moneda ari. E kishte derë atë veshje. Vetëm për natën që mendoj që në natë e katërt. E kishte vetëm atë monedë që mendoj që në natë e katërt. 1000 dinar ari, pra dhe së di, sot bëjnë 4 kilogram ari. 4 kilogram ari, kështë dhe nuk e di që është e veshtë. 1000 dinar ari, dhe dite se zotëria të ditë, dhe me ndonë të që Allah të gjithë të shpëtonë të nga zjarë, dhe djetë e mirësi pa funde, dhe do të fuste në gjenet, dhe ajo është e ditë feste. Kështu ditin të pare tanë, para Zotit të tyre, të zbukuruar, të hieshuar, sikur kishin natën e parë të dasmës, pra sikur ishin sikur martoheshin, ishte data e martesës të tyre. Nata që cakton dhe të ardhmen e tyre, pra zbukuroheshin dhe hieshuheshin. Çështja e fundit është pendimi, pa dyshim që në Ramazanit do të na gjejë të gjithë në pendim të sinqertë, të larguar nga gabimet dhe rrshitjet. Allahu më falë gjunaret dhe mëngësit. Thot Allahu më dhuroni atë kursi, kur robi im dëshiron për një të keqe, mos e shënoni atë kundër tij derisa pastaj, nëse e dën atë shënojeni sa ajo për një të keqe, nëse e dën atë për shkakun tim, për mua, për hirin tim, atë shënojeni atë si një të mirë, dhe kur ai dëshiron që të bëjë një të keqe, dhe kur ai dëshiron të bëjë një të mirë, nuk e bën shënojeni atë si një të mirë, pasi kur ka bërë. Dhe nëse e dën, atë shënojeni në gati të kish dhe në 700 kish. Zotë Allah e madhruar, të e ropë të emi cilës kini bërë keqëve dhe s'poj me gjunahet, nëse unë shpresim nga mshira Allah me siguri i falë që të gjunahet, në teta i është pasi e mazë dhe mshirot. Në fund pare, do të them se transmetohet në sunetin e profetis të Allah, në ditë e profetis të Allah, që një njeri ditë e kiametit, do të dhime kokë të ullë, të kruar për Zotit, një gjunahet pa fund, një
gjënat që në riko për Zotë, kur paraqitet para Allahut. I turpruar nga gjënat e shumta që ka kryer dhe nga veprat e mira të pakta, pak vepra të mira, do dalë para Zotit turpruar me kokën poshtë. Do shikoj në teatrin e tij, do shikoj si malet e të hamës, malet bardha, plot me vepra të mira. Shkojnë majtas, prapë, si malet, si varmalet e të hamës, varmalet e bardhë të hamës me vepra të mira. Ati të t'i thuhet, këto vepra të mira janë për ty. Së këti personat, të vepra të mira, a i të thotë, nuk kam verë vepra të mira nga ato që ablenës, s'besoj që atë mira. Të t'i thuhet, ato janë gjunahe që t'i ke verë. Gjunahe që t'i ke verë. Allah i madhëruar t'i ka kthyer ato në vepra të mira për shkak të pendimit sinqert që t'i ke verë para Zotit. Allah na mësot pendim sinqert tek ai, kthim në rrugën e tij, na mësot arrim e zhvillimin e të muajit të bekuar, dhe në dhënë shpërblimet gjithë dhe Allah i dhënë shpërblimet që vetëm ai i di dhe vetëm ai e di madhështinë dhe madhësinë e atyre shpërblime. Allah i shpërblet mirë,